إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Allahun e falenderojmë, prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetjet, lëvdatat Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke qenë me shokët e tij, po sjell një shembull shumë praktik, po edhe joshës, duke e interpretuar përmes këtij shembulli njërin prej cilësive të Allahut të lartësuar, ajo është se Allahu gëzohet. Me kë gëzohet? Mirë po, këtu pejgamberi alayhi salatu wassalam është duke dashur me vendos theksin tek gëzimi i Allahut apo tek personi me cilin Allahu gëzohet. Tash do ta shohim në vazhdim të tregimit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wallahi, po betohet, wallahi, Allahu gëzohet më tepër me robin e vet, me besimtarin, kur kthehet, pendohet, edhe i kthehet Allahut, se sa njeriu i cili e ka marrë devën, edhe ujin, ushqimin e kon deve, dhe është nis për rrugë të gjatë në përshkretim. Duke qenë se rruga e gjatë e ka lodh, e gjon hija atje dhe fillon me pushunën hija e zën gjumi. Kur të zgjohet prej gjumit, nuk është as devja, as uji, as buka. Llogarit me mbet në shkretim, pa ushqim edhe pa ujë. Vdekje. Don mo ky person nuk pret tjetër sen pos vdekjes. Edhe duke qenë thot se ky person ju dorzu caktimit të Allahut, edhe po e pret vdekjen se mos ka kush qeshe, edhe shkretina nuk është e qarkullueshme me njerëz, thot në atë moment Allahu i lartësuar ja solli devën, në të cilën ishte edhe uji, edhe ushqimi, ashtu që kanë qenë. Thot ky pregëzim i të madh, që më herët po e priste vdekjen, e tash i erdhi ushqimi, i erdhi uji dhe i erdhi devja për me vazhdu rrugën, thot pregëzimi i të madh e humbi edhe kontrollin e fjalëve. Edhe në vend që më thon, o Allah, të falenderoj ty se ti je Zoti im, un jam robi yt, tha o Allah, të falenderoj se un jam Zoti yt e ti je robi im. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, akhta min shiddatil farah. Pregëzimi të madh edhe fjalë smujti me gjit, edhe fjalë i habiti, edhe fjalë i pështjelli. Kjo për faktin se po e përjeton një gëzim të madh. E pejgamberi alayhi salatu wasalam, po thot ai që i kthehet Allahut, edhe ai që bëhet pishmanllëk, që bën pishmanllëk, edhe pendohet tek Allahu, Allahu gëzohet me këtë person, me këtë mëkatar, me këtë gjunaçar të penduar, më tepër se sa që ky personi që pasi që të jetë dorëzuar vdekjes, po ja sjell Allahu të gjitha mundësit edhe të gjitha mjetet për të jetuar. Po pra të nderuar vëllezër, ky është gëzimi i Allahut të lartësuar. Gëzimi i Allahut për një gjunaçar, i cili ka bërë gjunoh Allahut, mirë po i kthehet. Nga sa ai është Allah. Nga sa ai është Allah, sikur se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allaha la yabsutu yadahu bin nahar bil layli li yatuba musii'an nahar. Thot Allahu i lartësuar çdo ditë e shtrin dorën gjatë natës, për me ja pranu pendimin atij i cili pendohet ditën. Gjithashtu dhe e shtrin dorën e pendimit gjatë natës për me ja pranu pendimin atij që pendohet gjatë ditës. Do të thotë vazhdimisht Allahu i lartësuar po e shtrin dorën edhe po ja zgjat dorën atij i cili është i gatshëm me u kthy tek Allahu i lartësuar. Atij i cili është i gatshëm me hap faqe të reja me Allahun. Me mbyll të kalumën. U bo që ka u bo, kom bo që ka kom bo, kom kalu që shkom kalu, kom jetu që shkom jetu, kam mendu që shkom mendu, sot jetën teme du me ndru edhe faqe të rej me Allahun du me hapë. Ndërsa Allahu i lartësuar edhe ma me padurime pret, këtë kthes prej çdo robi edhe prej çdo besimtari. Po pra të ndëruar vëllezër, sepse gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, Allahu në pjesën e tretë të natës,
Në qanë e mirë, sa për në lutë Allahun, sa është interesum, sa është insistus Allahu që na më ju këthy atina. Thot Allahu në pjesën e 3 të natës, zbret në qiellin e dënjas, edhe i ban dothirje, edhe thot, a ka dikush që më bën istikfar, ta fali. A ka dikush që bën pendim, t'ja pranoj pendimin. A ka dikush që më lut, t'ja pranoj lutjet. Do thot Allahu natën e shtrin dorën për me e pranu ato që pendohet për gjunohet e ditës. Ditën e shtrin dorën për me e pranu ato i cili ban gjunohet e natës. Pastaj çdo natë Allahu i lartësuar e thirr besimtarin, apo pendohesh, apo prano, apo kthehesh tek Allahu i lartësuar, apo kërkon falje se unë jam i gatshëm, sepse Allahu i lartësuar është i gatshëm në çdo gjendje dhe në çdo moment me pranu robën e vet. Sidomos kur i kthehet i penduar, i thyer për të kaluarën që e ka pas. Andaj të nderuar vëllezër, nuk është xhburni, edhe nuk koritet ai i cili i kthehet Allahut të lartësuar. Përkundrazi koria pritet me e kap ato i cili nuk nin nevojë më u kthy tek Allahu i lartësuar. Është nder edhe është privilegj më u kthy tek Allahu i lartësuar, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam thot at-taibu ani dhanbi kaman la dhanba lahu. Ai i cili pendohet për gjunohet, çfarë do gjunohet me qenë. Thot te Allahu është sikur se mos me pas bë fara atë gjuna. Sikur se mos me pas bë fara atë gjuna. Ndërsa Amr ibn Asi radhiyallahu anhu, njëri prej atyre që ishin armiqt pejgamberit alayhi salatu wassalam në Mekë për një kohë gjatë, edhe erdhi momenti po bëhet musliman, edhe po ja shtrin dorën pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam ja merrte besën se cili që bëhej musliman duke i shkundur duart. Edhe i thot Amr ibn Asi, sa e zgjat dorën, e tërheq dorën. Pejgamberi alayhi salatu wassalam u prek, sepse çka ndodhi që Amr ibn Asi sa dashni më bë musliman s'po bëhet. Thot oj dërgumi Allahut, e kam një kusht për më bë musliman. Thot me mafshin Allahut kalumën, se unë shka s'kom bën të kalumën, unë ty të kom luftu. Unë kam qenë armik i yti. E unë po pendona, ama me mafshin të kalumën. E pejgamberi alayhi salatu wasallam këto relaksohet, edhe qetësohet. Thot Amr, a nuk e din që pendimi, o këti thot, a nuk e din që Islami i fshin gjithat kalumët? Allahu t'i harrën gjithat kalumët, nga llogaria t'i harrën gjitha ato që i ke bën të kalumën me pendim. Ky është Islami, ai që bëhet musliman. Mirë po dhe pendimi është kështu. Sepse Allahu i lartësuar është ai i cili i kalon dyert e hapura për pendim deri para vdekjes për secilin njeri, ndërsa deri para kiametit për të gjithë njerëzimin. Andaj të nderuar vëllezër, me që Allahu na nderoj, na mundsoi me emri muajin e Ramazanit, muajin e madhreshëm, muajin më të dashur, veprat më të dashura, edhe punët më të dashura tek Allahu që i kemi bërë gjatë muajit, me agjerim, me namaz, me sadaka, me lutje, lexim të Kuranit, pastaj nota e 4. Me që Allahu na i mundsoi gjitha këto. A nuk është rendi që na me hap një faqe të re me Allahun? Edhe mi thonë, o Allahu im, të gjitha neglizhencat, të gjitha papërgjithësitë, të gjithë mosdurimin që e kam tregu, ngathtësinë që e kam tregu, shejtanin që më ka mashtru, e nefsin që e kam ngu, unë e kam vendos atë sot me mbyllë dhe me hap faqe të re me ty. Me që më mundsove gjitha këto të mira. Gjithë këto të mira, edhe gjithë këto begatim, ma mundsove me arrit, andaj edhe në du me hap një faqe të re me Allahun e lartësuar. Dhe a ka gëzim më të madh për Allahun se sa kur robi i thot kështu. Po edhe për robin nuk ka gëzim më të madh se sa Allahu me ja bot gjitha llogaritë zero, edhe me fillu me faqe të re, edhe me libër të re. Andaj të nderuar vëllezër, të gjithë ne kemi nevojë me e bë këtë. Të gjithë kemi nevojë me hap faqe të re me Allahun e lartësuar. Mirë po, të mos bëhemi sikur se njëri prej dy personave, të cilët nuk e bojnë këtë. Nuk e arrin këtë mirësi dhe nuk e bojnë këtë ibadet kaq të madh, sepse pendimi është ibadet në veti. Ibadet për ibadeteve më të mëdha. I pari është ai i cili mbetet rob i të kalumës vet. Qysh unë më janis, çka kom bëunë? Më fal Zoti, s'më fal Zoti. Unë kom bë shumë, unë kom bë këto, edhe mbetet rob edhe jesiri i veprave të kalume. Ndërsa Allahu i lartësuar po thotë mbyllet kalumën. Mbyllet kalumën edhe hajde të unë, se unë prej momentit kur e mbyll kalumën edhe pendohesh, unë prej aty filloj me të llogarit, edhe me të shënu veprat. E kështu që nuk duhet me ja dhënë këtë komoditet edhe këtë kënaqësi shejtanit që më na moj të lidhun me të kalumën tonë. Sikurse ndodh prej njerëzve, nganjëherë që kanë matematika të gabuar, thotë filoni në xhami, filoni ja ka nisë më vonë, po s'kalon gjapa po. S'kalon gjapa po do më mbyll çato. Edhe ai po do më mbyll me Allahun, Allahu s'ja përmend, prej nga më ja përmendna.
prej nga na me mojt peng, ato me veprat e kalume që ajo është pendu për tyre. Patrici është kjo. Kjo është matematikë njerëzore, ndërsa matematika Allahut është se Allahu në momentin kur pendohet me një pendim të sinqert e harron gjithë të kalumën të errët. Ndërsa njeriu është problem, se këtu janë matematika njerëzore. Me një punë jo të mirë, ta fshin komplet të mirat edhe ato onën e zdritshme që e ki. Ndërsa ne po mosim edhe po llogarisim me matematikat Allahut. Dhe i dyti, të nderuar vëllezër, i cili nuk është i gatshëm me hap llogari të re, edhe faqe të re me Allahun e lartësuar, është kryeneq, mendje madhe. Pse unë Miriam? Ç'të bëj unë? Ç'a duhet më ndruar Miriam unë? Këtë si bëj kërkuna, gabim s'jam të shku, edhe ky pastaj shejtani e merr përpara, edhe mendjen e madhësinë vet që e ka shejtani e ushqen të ky person, edhe ndoshta këtë gjendje e zën vdekja, pa e ndi nevojën më kthy tek Allahu. Ndërsa Allahu thot: "O tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun." O ju musliman, muslimani po ju thot muslimanët devotshëm. O ju musliman, pendohuni që të gjithë tek Allahu i lartësuar. Pendohuni që të gjithë, ndërsa ky thot unë s'kam nevojë. Rregull jam. Mirë jam, kes me nëj, kujt kes si bëj. Pejgamberi Allahut ka qenë 100 herë më i mirë se na, zemrën 100 herë më të mirë se na, më të butë se na, më të mëshirshëm se na, javë ka dashur krejt njerëzimit të mirën 100 herë më shumë se na, edhe 70 herë deri 100 herë në ditë ka thënë astaghfirullah wa atubu ilej, astaghfirullah wa atubu ilej, kërkoj falje tek te o Allah i lartësuar dhe pendohem. Për çka po pendohet? Po pendohet për ato grimca timta që mundën me lëshimet me ndodh për pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndërsa tek ne nuk janë grimca të ndëruar vëllezër, janë më të mëdha. E kështu që kemi nevojë vazhdimisht andaj të shfrytëzojmë këtë fillim pas Ramazanit, pas një muaji të begat, pas gjithë atyre veprave dhe atyre mundësive edhe shanseve që na i dha Allahu i lartësuar, që të hapim faqe të re me Allahun e lartësuar. Të hapim llogari të re në të cilën do të kujdesemi mirë se çka po shkruajmë ose çka po regjistrijmë. Mos fusim gjëra të cilat na rëndojnë kënd botë edhe na turprojnë botën tjetër. Elusim Allahun e lartësuar që të na mësoj me jetu musliman, me vdek musliman, me u ringjall para Allahut faqepart, që llogarien para se më na i bë Allahun botën tjetër ta bëjmë këto, pastaj ta përmirësojmë këto dhe të na del mirë llogaria në ditën e gjykimit. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.